javës të kaluar, ne pam një absurditet të zotit Kurti, kur ai në një konferencë me gazetar, apo në një takim të rastit me gazetar, i kërkoj nga partit opozitare një takim gjatë kësaj jave. Tani, këto, sikur ai njeri nuk beson në gjykatën kushtetuese dhe nuk dëshiron të pres vendimin i cili do të vije me 31, para 31 ndoshta marsit, dhe ai i ftoi edhe një herë partitë opozitare për të takuar, gjoja për të biseduar për presidentin e vendit. Kemi informata se ai tani veç e ka larguar nga kandidatura zotin Konjufca, i ka larguar dhe zonjën Kolçaku, dhe i ka zavendësuar me Harri Bajraktarin dhe me zotin Blerim Shala. Gjëja se këta dy persona janë persona konsensual, që ka marrë pjesë në proceset shtetëformuese të Kosovës. Ka qenë te grupi me Tashën. Blerim Shala ka qenë gjitha grupet e bisedimeve, ka qenë në Vjenë, ka qenë në Bruxelles, ka qenë në atëherë me pjesëtarët e UÇK-s Rambuje. Domethënë se zoti Shala është një negociator edhe një njeri i vërtet që është i çmuar edhe njeh si mirë i rrethonave politike dhe i politikës. Nga këta dy është fiktiv tani, sepse njëri do jetë thjesht për çështje procedure. Pra, në pamje të parë. Unë mendoj fiktiv duhet jetë Blerim Shala. Harri Bajraktari, nëse pranon, unë mendoj që duhet kishte qenë një person vërtet konsensual, por këtu dashke ta bëj para se të bëhen ankesa në gjykatën kushtetuese. Por ne jemi mësuar me absurditetet të tilla të zotit Kurti, dhe ai me qëllim e bën këtë, paralajmëron se vendimin e gjykatës kushtetuese ai nuk do ta pranoj nëse nuk shkon në favorin e tij. Nëse shkon në favorin e opozitës, sigurisht se nuk e pranon. Përveç nëse gjykata kushtetuese vendos për atë 60 ditëshin që ai veç e ka fillu dhe të kon fillu procedurën, edhe besoj që mund të jetë ai vendim, sepse kjo tjetra çështja 30 ditëshit është kontestuese edhe bukur vështirë, mund të mbulohet me kushtetut. Mund një veprim i tillë që presidenti pas 30 ditësh, nëse nuk zgjedhet të mos vlej, domethënë kuvendi apo të shpërndohet kuvendi, nuk mendoj që ka pas drejt këtë rast presidenti, andaj ky tjetri neni 82 ku thuhet se në rast se dështon 60 ditë, për mua edhe mendoj ligjërisht që ajo do të vlej dhe do të presim 60 ditë. Tani vetëm është problem data, a do të numërohet data 5 marsit apo kur u mbajt seanca, ose do të shkohet 30 ditë më herët kur është dashur. Filloj dhe aty do të na mbeten vetëm një ditë në dispozicion dhe përsëri duhet shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është mirë mos me zonë afati kohor zonjen Albolena Haxhiu, se nëse Albolena Haxhiu vjen në krye të vendit, atëherë do ta kemi edhe një krizë të re parlamentare. Këto ndoshta vetëm si hyrje, tani po kalojmë në çështjen tjetër. Një panoramë hyrëse të qartë edhe për kontekstin. Me qëllim për shkak për të lidhur se Kurti vërtet është njeri që vjen shpesh na befasoj me kësi vendime të çoroditura, por njeri prej tyre është ajo ditës së djeshme, kur pas një takimi që e pat me Sorensenin, njeriu e caktuar nga Bashkimi Evropian për dialog, doli me një vendim interesant që vërtet pak kush e kemi prit. Ne kemi pas informata edhe se janë duke mbajtur takime vazhdimisht, janë mbajtur takime nga Besnik Bislimi me
ndërmjetësuesit evropian dhe aty sikur janë marrë vendime shumë të rëndësishme dhe njëri prej tyre është ky vendim që drejt për së drejti prek sovranitetin e Republikës Kosovës. Sepse është marrë një vendim që ka të bëj me marrëveshjen e Ohrit që serbët, domethënë serbët edhe gjoja qytetarë tjerë, por qytetarë tjerë me qëndrim kanë të drejtë 3 muaj ditë të qëndrojnë ndërsa serbët ky vendim ju jep garancion që një vit pa ndërprerje të qëndrojnë në Kosovë, edhe kjo ka të bëj me aneksin e Ohrit, kur marrëveshja është nënshkruar me mes Besnik Bislimit, në vërtetë s'o nënshkruar, por është pranuar, por në atë ka qenë prezent edhe zoti Albin Kurti. Tani themi, zoti Kurti, a vlen marrëveshja e Ohrit apo jo? Ju keni thënë se pa nënshkrimin e kësaj marrëveshje nuk mund të implementohet. Tani po fillon ai vetë menaxhimi i famshëm. Po fillon vetë menaxhimi. Ku është problemi i gjithë kësaj, profesor? Pra, i serbëve që do lejohen të qëndrojnë 1 vit apo 3 muaj, 1 vit në Kosovë me leje qëndrimi të lëshuar nga Serbia. Po kjo ka qenë një marrëveshje, me qenë se e përkrohi edhe zoti Vučić, presidenti serb, me njëherë i dha përkrohje, njëherë paralajmëroi se do të vinë në kufi dhe do të qëndroj, do të vizitoj ata që po shkojnë, po hyjnë në Kosovë, por më vonë ai me njëherë e pranoi sepse ai e diti që është marrëveshje e Ohrit. Kështu që themi, kjo është prekje drejt për drejt në sovranitet, sepse qytetarët serb me leje serbe do të qëndrojnë në Republikën e Kosovës. Dhe kjo tregon se me marrëveshjen e aneks marrëveshjen e Ohrit, të drejtat të serbëve, autonomisë do të jenë më shumë të lidhura me Beogradin se me Prishtinën. Lidhni këtë me asociacionin. Po asociacion, me njëherë, po se kanë ardhur në komunat e Veriut, kryetarët serb janë tërhekur nga asociacioni i komunave shqiptare. Dhe sepse e kanë ditë që mujt marsi e këndej do të filloj të zbatohet, edhe pse janë zbatu marrëveshja për veturat, marrëveshje të tjera për shenjat e komunikacionit, shumë marrëveshje tjera, të cilat janë të parapara në aneks, janë duke u zbatuar. Tani kjo është një pyetje madhe, edhe themi, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dhanë asnjë përshëndetje për këtë. Amerika është kundër, pra SBA-ja. Po sigurisht Amerika o kundër, sepse